Skema kombëtare për fermerët këtë vit vjen e ndryshuar, pasi ajo nuk e përfshin më mbështetjen që merrej për naftën për punimet e mekanizuara në bujqësi. Ministri i Bujqësisë sqaroi në një konferencë me gazetarët se paratë që jepeshin për naftën janë rishpërndar brenda skemës, ndërsa fermerët gjatë këtij viti do të kenë mundësinë të përfitojnë edhe nga rimbursimi me 10% i faturave. Skema e naftës është një skemë për uljen e kostove të prodhimit dhe është mbështetur me buxhet të drejtë për drejtë për fermerin. Me skemën cilin ne kemi miratuar dje me qeverinë shqiptare dhe po paraqisim sot ju dhe opinionit publik për të aplikuar pranë skemës kombëtare, është një skemë gjithëpërfshirëse ku mbulohen të gjithë fermerët në uljen e kostove të prodhimit. Qoftë nga skema e 10% të autofaturimit të tyre, por edhe mbështetjes në masat e çdo skeme për të përfituar dhe për të ulur kostot dhe për të mbështetur nga ana e qeverisë shqiptare. Ministri renditje edhe disa risi që përmban skema, duke përfshirë edhe një mbështetje të dedikuar për ata që mbarështojnë dosa. Prioritetet do të jetë në blegtori, ku në gjeth nga 10.000 lekë në 12.000 lekë, për të imtat nga 1.200 lekë në 1.500 lekë, ku dyfishohet për bletën nga 1.000 lekë në 2.000 lekë. Për të parë i japim 7.000 lekë për dosën në sektorin e rritjes së derrit. Pra, është një masë e re, cilët e kanë adresuar fermerët, për të qenë edhe kjo masë në skemën e kombëtare. Përgjysmohen pragjet e përfitimit, pra përfitojnë fermat me 5 lop, me 50 krerë të imta, me 25 koshere dhe me 5 dosa. Për zhbllokimin e fondeve të IPARD-it, qeveria ka ende detyra për të bërë dhe përgjigja nuk e merr dot nga Brukseli para datës 9 prill. Ne kemi qenë në datën 9 mars dhe brenda datës 9 prill do të depozitojmë masën e fundit, kërkesat cilët na janë kërkuar, brenda pra një muaji, cili ne kemi dakorcuar me ta, përfundimisht atë çfarë ne presim më pas akreditimin e paketës së IPARD. Në ditët në vijim, Ministri i Bujqësisë do të dalë sërish për të njoftuar datën kur do të nisin aplikimet për skemën kombëtare.